familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë muslimanët të cilët pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, ju përshëndesim me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e mbar muslimanëve kudo që janë në botë, kurdo që ata jetojnë deri në ditën e Kiametit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe falja Allahu xhalla shanuhu qoftë mbi ju. Vëllezër të nderuar, ju përshëndesim këtë ditë madhe, në ditën cilën Allahu xhalla shanuhu është betuar, ku Allahu xhalla shanuhu nuk betohet në gjëra të cilat nuk kanë vlerë, por Allahu xhalla shanuhu betohet në gjëra të cilat kanë vlerë, kanë rëndësi të veçantë. Prandaj edhe tubimi jon këtë vend, edhe ardhja jon këtë vend tregon rëndësinë e kësaj dite. Edhe pse ndoshta moti i freskët, dikush ndoshta mund ta quajë moti i ftoftë, por megjithatë jemi tubuar këtu me një qëllim të madh, me një qëllim madhor që të gjithë së bashku, pa dallim, jemi tubuar këtu për të adhuruar Allahun xhalla shanuhu. Tubimi jon këtë vend është një tubim i bereqetshëm, është një tubim që dëshmon se Allahu xhalla shanuhu ka zgjodhur fe për neve, fejnë islame, dhe na ka porositur dhe nxitur që në kohë caktune, në vendet caktune, ta adhurojmë Allahun xhalla shanuhu. Vëllezër të nderuar, është dita prej ditëve më të vlefshme që Allahu xhalla shanuhu ka krijuar. Pra dita e Kurban Bajramit, apo ndryshe dita e festës, është një ditë që Allahu xhalla shanuhu e ka lënë që të festojmë pas kryerjes së një obligimi të madhor, pas kryerjes së haxhit. Me miliona njerëz nga e gjithë bota janë tubuar dje në malin Arafat, në kodrën Arafat, për të lutur Allahun xhalla shanuhu që Allahu t'u afal mëkatet dhe gjunahet, por të njëjtën kohë për ta lutur Allahun xhalla shanuhu që në botë mbretëroj paqja, lumturia dhe harmonia në mesin e njerëzve, dhe që kjo botë jetë botë me cilën ne e fitojmë botën tjetër. Vëllezër të nderuar, jemi sot në ditën e festës. Muslimanët festojnë pas kryerjes së një obligimi, pas një suksesi, jo pas një dështimi. Edhe ne sot jemi tubuar këto për të festuar pas kryerjes së një obligimi që miliona njerëz të cilët kanë pasur fatin që ta kryejnë haxhin, Allahu xhalla shanuhu e ka lënë këtë festë që të shprehemi falënderinë e Allahu xhalla shanuhu. Prandaj gjithë ne që jemi këtu e bëjmë një lutje së bashku dhe thojmë Rabbana atina fid dunya hasana. O Allah, o Zoti jon, na jep të mira në këtë botë, o fil akhirati hasana, edhe të mira në botën tjetër, o qina adhaban nar, dhe nesër ditën e gjykimit kur do dalëm para teje, na ruaj neve dhe familjet tonë nga zjarri i xhenemit. Vëllezër të nderuar, pas atyre ceremonive të haxhit që janë të dijshme për juve, që disa nga ju ndoshta dhe kanë përcjellur, pas qëndrimit të djeshëm në Arafat, vjen sot dita e sakrificës, dita e Kurban Bajramit, për të shprehur edhe një herë dëshminë tonë se i vetmi që meriton të adhurohet është Allahu xhalla xhelaluhu. Aja që e karakterizon festën tonë të sotëm të nderuar vëllezër është kurbani, është sakrifica. Allahu xhalla shanuhu përmes kësaj simbolike, përmes këtij adhurimi të thërjes së kurbanëve, ata të cilët kanë mundësi, edhe veç me tash i kanë përgatitur kafshët për t'i thërur, përmes kësaj tregon se Allahu xhalla shanuhu don me na mësu neve besimtarëve muslimanëve, neve që ja kemi dhënë besën Allahu xhalla shanuhu, se ne jemi të gatshëm kur na thret Zoti më ju përgjigj. Jo kur na thret djalli, shejtani, po kur na thret Allahu xhalla shanuhu, ai i cili na krijoi në formën më të përsosur,
ai cili na ushqej, ai cili na rrit, ai cili na mbikëqyr neve në gjitha proceset e jetës cilat kalojmë, në gjitha fazat e jetës cilat kalojmë. Akoma parë për në këtë botë, pasi që kemi ardhur në këtë botë, edhe tash e tutje, por edhe çka do të vjen me neve pas përfundimit jetës tonë në këtë botë. Vëllezër të nderuar, dita e Kurban Bayramit, dita e sakrificës. Kul inna salati, Allahu në Kur'an po thot thuaj, vërtet namazim, wa nusuki dhe sakrifica ime, wa mahyaja wa mamati lillahi rabbil alamin, edhe jeta ime, edhe vdekja ime, janë thjesht për Allahun Zotin e botrave, i cili nuk ka shok, i cili nuk ka rival. Ata që kanë kryer haxhin në të kaluarën, por dhe ata që kanë pas fatin ta kryejnë haxhin këtë vit, lutim Zotin e madhrueshëm që Allahu t'ua ketë pranuar. Vëllezër të nderuar, për juve që jeni prezant këtu, që nuk keni pas mundësi dhe s'kemi pas mundësi që ta kryejmë haxhin, ju përgëzoj me një lajm të mirë që vitin e ardhshëm, nëse Allahu na jep jetë, duhet vendosim, sidomos ata që kanë mundësi, për ta kryer këtë obligim ndaj Allahut xhallashahu. Thot pejgamberi alayhi salam, haxhi i pranuar tek Allahu xhallashahu, haxhi i pranuar tek Allahu xhallashahu e bën që haxhiu të kthehet në shtëpinë e tij, tek familja e tij, sikur atë ditë që ka lindur nëna e tij. Pa gjunohe, pa mëkate, pa njolla të zeza, kthehet i pastruar në aspektin fizik dhe në aspektin shpirtëror. I pastruar në aspektin shpirtëror, e ka pastru shpirtin e tij me këtë ibadet, me këtë adhurim ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Vëllezër të nderuar, Allahu xhallashahu në ditën e Arafatit që i paraprin ditës Bayramit. Në ditën e Arafatit që i paraprin ditës Bayramit, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka zbritur një ajet kuranor me cilin ka sinjalizuar se është përmbyllur, është plotësuar misioni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhallashahu në këtë ajet kuranor që unë u rikujtoj juve dhe vetes time, el-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot e plotësova fenë time ndaj jush, wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe i përsosa begatit e mia ndaj jush, wa raditu lakum al-islam dina, dhe jam i kënaqur që Islamin zgjodha fe për juve. Vëllezër të nderuar, kthehemi pak te Kurban Bayrami, gjithsesi te Kurbani. Kthehemi pak te ajo kafsha të cilën e therim duke thënë Bismillahi Allahu Akbar, në emër të Allahut, Allahu është më i madh. Dhe t'ja rikujtojmë vetes tonë se muslimani kur sakrifikon me lejen e Zotit. Muslimani kur e derë gjakun, këtë rast gjakun e kafshës, e derë me emrin e Zotit, dhe duke dëshmuar se Allahu është më i madh. Bismillahi Allahu Akbar, në emër të Allahut, Allahu është më i madh. Vëllezër të nderuar, Allahu nuk ka nevojë për ibadetin tonë. Allahu nuk ka nevojë për namazin tonë. Allahu nuk ka nevojë për adhurimet tona që i bëjmë, as për kurbanët cilët i therrëm. Allahu nuk ka nevojë për asnjë njeri dhe asnjë krijesë. Është i vetmi i cili nuk ka nevojë për askë. Ne jemi ata cilët kemi nevojë për Zotin e madhrueshëm. Ne jemi ata cilët raste kur gabojmë kemi nevojë që t'i kthehemi Zotit dhe të thomi o Zot falna për gjunohet dhe gabimet që i kemi bënë. Edhe kurbanin që sakrifikojmë për hir të Zotit, Zoti nuk ka nevojë për atë kurban. Mos mendon dikush se mishi i kurbanit apo gjaku i tij shkon te Zoti. Te Zoti arrin devotshmëria dhe njeti i sinqert i joni. Prandaj kur të therrim atë kafsh, e therrim për hir të Zotit, për t'u afruar tek Allahu xhalla xhelaluhu. Por në njëjtën kohë me mishin e asaj kafshë bëjmë të mira, japim sadaka, e ushqejmë familjen tonë, i ushqejmë të afnit tonë, i ushqejmë edhe të varfrit tonë. Kjo është edhe ajo ndarja që bëhet e kurbanit. Një pjesë për familje, një pjesë për të varfrit dhe një pjesë për të afërmit.
dhe një pjesë për të ardhmet për t'i forcuar lidhjet farefisnore. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aja që ne bojmë gjatë kësaj dite, aja që ne bojmë gjatë kësaj dite pas faljes së namazit të Kurban Bayramit. E di që është ftoftë e madhe, ndoshta dikush mund të më thonë se hoxha po e zgjat, ose ndoshta dikush mund të më thonë se hoxha është zvonuar. Mirë, po na e dim që namazi Kurban Bayramit e ka kohën e caktuar. Para 7:40 na nuk mundu mu fal. Prandaj, si u vënu hoxha si erë në kohë, na nuk mundu mu fal para kohë. Këto duhet me pas qartë për arsye se është koha e fiksuar e faljes namazit Kurban Bayramit. Pas faljes së namazit të Kurban Bayramit, mi ftyri vendin gjithsesi kryetari i Këshillit të bani ligjërat shkurt, përmes së cilës jep disa mesazhe të festes, për arsye se na jemi ardhur këtu që të dëgjojmë. Jemi ardhur këtu që të përfitojmë, jemi ardhur këtu edhe pse ndjejmë të ftohtë, edhe pse ndjejmë lodhje, edhe pse ndoshta është koha për disa koha e gjumit, jemi zgjuar për t'ju përgjigjur thirrjes Allahu xhalla xhelaluhu. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër po thot, aja që më smiri, puna e parë që e bojmë pas faljes së namazit të Kurban Bayramit, është që kur të kthehemi në shtëpitë tona, ata cilët kanë pasur mundësi dhe i kanë përgatitur kafshët për therrje, me emrin e Zotit i therrën kafshët. Dhe akoma paron tokë gjaku i kafshës i Kurbanit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla xhelaluhu ja fal gjunahat këtyre familjarëve dhe anëtarëve të familjes. I falen gjunahat. Akoma para gjakun tokë, falen gjunahat. Falen mëkatet. Zoti zbrit mëshirë dhe rahmet mbi atë familje dhe mbi njerëzit në përgjithësi. Vëllezër të nderuar. Thot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin e tij fisnik, o ju cilët keni besuar, kujtoni nimetet e Zotit ndaj jush. Sot mira na ka dhënë neve Allahu xhalla xhelaluhu. Sot mira na ka dhënë neve Zoti, cilat na kemi mundësi dhe i dikon mi kujtu, po nuk kemi mundësi mi rikujtu, mi numru. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Dhe nëse bëni përpjekje që mi numru sa të mirat ja u ka dhënë Zoti, nuk do të keni mundësi mi numru. Jënë pa numër ta. Nuk ka llogari që mundet mi llogarit. S'ka llogari. Prandaj vëllezër ndershëm mos tankohemi, edhe nëse ndonjëherë ankohemi, mos tankohemi para njerëzve. Se njerëzit hidhrohen. Nëse kemi nevojë me kërku diçka, mos kërkojmë prej njerëzve, se njerëzit i bezdisëm. Por nëse ankohemi, i drejtohemi Allahu xhalla xhelaluhu. Nëse i lutemi, kemi nevojë për lutje, i lutëm Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu është ai i cili i plotson nevojat dhe dëshirat tona. Vëllezër të nderuar, ardha jonë këtë vend, këtë kohë caktune, e ka një qëllim, e ka një mision. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin e tij fisnik thot: "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard." Shpejtoni, garani për tek xheneti, për tek falja e Zotit, për tek xheneti Allahu xhalla shanuhu. Gjerësia e këtij xhenetit është sa gjerësia e qiellit dhe tokës. Uiddat lil ladhina amanu. Uiddat lil ladhina amanu. Është përgatitur për ata të cilët kanë besuar Allahun, të dërguarit e tij. Dhalika fadlullahi ya'tihi man yasha. Kjo është mirësia e Zotit, ja jep atij që dëshiron. Wallahu dhul fadlil azim. Allahu ka mirësi të mëdha. Allahu jep shumë. Por e jonja të nderuar vëllezër është të kërkojmë. Vëllezër të nderuar, në këta minutat e fundit të kësaj ligjërate të shkurtër, kam zgjedhur disa porosi shumë me vlerë nga gjithë ata që janë prezent brenda kësaj salle dhe ata që janë jashtë kësaj salle, që të gjithë që kanë ardhur i kisha porosi që të dëgjojnë, për arsye se përket do të japim përgjegjësi nesër kur do dalim para Allahu xhalla shanuhu. Vëllezër të nderuar, porosia e parë është që ta njohim Zotin, të dimë se Allahu xhalla shanuhu është një. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se është vetëm një Zot dhe vetëm atë duhet ta adhurojmë. Ndoshta dikush mund të më pyet me thonë, e pse është vetëm një Zot? Pse duhet ta dimë vazhdimisht se është një Zot? Sa ai na sheh, na përcjell, na mbikëqyr,
është sunduesi i ditës gjykimit, pa marrë parasysh se çfarë bojmë. A kemi harruar ato që kemi bën të kalunën, apo kemi mbajtur mend? Nesër kur do dalim para Allahut xhalla shanuhu, para sunduesit suprem, Allahu do të na pyet për gjithçka që kemi bën. Prandaj para se të bëhet vonë, kur perëndimi nuk kryen punë, duhet i themi o Zot më fal, duhet të dëshmojmë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Duhet dëshmojmë me zemër dhe me shpirt se i vetmi që meriton të adhurohet është Allahu xhalla shanuhu, i cili është një, nuk ka shok, nuk ka rival, dhe se pejgamberi i fundit Muhamedi alayhi salam është vula pejgamberëve. Vëllezër të nderuar, kur themi se Allahu është një, vazhdimisht duhet na përcjell kjo bindje. Duhet jetojmë për Zotin, por nëse është nevoja edhe të vdesim për Zotin. Kur shohim se Zoti na ka thirrë, duhet i përgjigjëm. Zoti na ka thirrë për vepra të mira dhe na ka largu nga veprat e këqija. Prandaj aty ku na ka thirrë Zoti duhet jemi, aty ku na ka ndaluar Zoti nuk duhet jemi. Porosia e dytë, vëllezër ndershëm, është se Zoti na ka bërë shumë obligime. Në mesin e tyre është edhe kjo obligimi i Zotit, nëse mund të themi, apo obligime që unë kam për qëllim këto namazin. Vëllezër të nderuar, përderisa thu vetes që jam musliman, duhet ta falësh namazin. Qindra vende në Kur'an Zoti ka përmend namazin dhe na ka ftuar. Wa aqimis salata inna as-salata tanha 'anil fahsha. Dhe falë namazin se namazit largon nga punët e këqija dhe të neveritura. Lidhjen me Zotin, vëllezër ndershëm, duhet ta forcojmë. Namazi është mundësia më e mirë që ta forcojmë lidhjen me Zotin. Mos jemi prej atyre muslimanëve vetëm me letër njoftim. Mos jemi prej atyre muslimanëve vetëm me emër dhe mbi emër. Po duhet jemi prej atyre muslimanëve me zemër dhe me shpirt dhe me vepra të mira. Prandaj porosia e dytë pas besimit në Zotin është ta falim namazin. Dhe gjitha obligimet tjera që na ka porositur Zoti i Madhrueshëm. Vëllezër ndershëm, një porosi tjetër për kryfamiljare, po për gjithë ne që jemi këtu. Ta ruajmë familjen tonë. Nëse ka mbet një moralitet, një vlerë që ne muslimanët e kemi e tjerë nuk e kanë, që ne e kultivojmë akoma e tjerë nuk e kanë, është familja, e cila në Islam konsiderohet e shaj. O ju prindër, o ju kryfamiljar, o ju vëllezër që jeni prezent, keni parasysh familjen, edukoni familjen në frymën islame. Mësoni familjen se çka është halal, mësoni familjen se çka është haram. Porositni familjen për namaz, edukoni fëmijët tuaj në frymën islame. Adhuroni Allahun xhalla xjalaluhu. Familjet tuaj jetoni si musliman dhe mos lejoni vetes të ndryshe përveç se duke qenë musliman. Mos e shitni fen tuaj për dinar dhe dirham. Mos e shitni fen tuaj për euro. Por kultivoni mësimet tuaja dhe falenderoni Zotin që ju ka bërë musliman. Vëllezër të nderuar, porosia tjetër është që të kemi kujdes ndaj disa dukurive negative. Kemi kujdes nga disa dukuri negative cilat e kanë kapluar shoqërinë tonë. Për dukurive negative që kanë kapluar shoqërinë tonë dhe trit tonë, trejat tona dhe përgjithësi njerëzit janë pas tyre, është alkooli. Vëllezër të nderuar, pijet alkoolike pa marrë parasysh emrin e tyre janë të ndaluara. Ato janë nana e gjitha të këqija. Kështu ka thënë pejgamberi alayhi salam. Ti ruhemi këtyre veseve të liga. Innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu. Thot Allahu xhalla xjalaluhu, vera, pra pijet alkoholike, bigjozi, falli, hedhja shigjeta për fall, idhujt, janë vepra të ndyta të shejtanit, largonu prej tyre nëse doni me kanë të shpëtun dunja, por të shpëtun edhe në botën tjetër. Dukuri tjetër, vëllezër ndershëm, është kamata. Kamata, vëllezër ndershëm, njerëzit sot kamatën e kanë bërë sikur shit blerje. Allahu xhalla xjalaluhu thot: وحرم الله وحل الله البيع وحرم الربا. Allahu e ka leju biznisin, e ka leju shitblerjen, por e ka ndalu kamatën. Vëllezër të nderuar, mos lejoni që familja juaj mu shqy prej kamatës.
Mos lejoni që fëmijët tuaj mu rrit me haram, se nëse kjo rritje bëhet me haram, sigurisht se jeta e tyre do të shkojë haram. Vëllezër të nderuar, dukuri tjetër negative është amoraliteti apo prostitucioni. Mbrojnë familjen tuaj, duke forcu familjen e ruajmë rinin tonë, duke forcu familjen dhe duke ngjallur moralitetet e mira islame, shoqërinë tonë e mbrojmë nga amoraliteti. Vëllezër të nderuar, secili prej neve në këtë shoqëri e ka për obligim që të ruajë këtë shoqëri prej amoralitetit. Amoraliteti është një vepër e shëmtuar. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Thot Allahu në Kur'an dhe mos ju afroni amoralitetit, se amoraliteti është rruga më e keqe. Nuk po thot mos bani, mos ju afroni. Shpreha mos ju afroni do të thot edhe rrugicat, çorsokaçet që çojnë tek aja, Zoti na ka ndaluar. Vëllezër të nderuar, thot Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'anin e tij fisnik. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. O musliman, o besimtar, mos ju mashtroj dunjaja, mos ju mashtroj jeta e kësaj bote. Se është jetë e shkurtër, po pas kësaj vjen një jetë e cila nuk përfundon. O i lumtur për gjithmonë në xhennetin e Zotit, o i dënuar për gjithmonë në xhehenemin e Allahu xhalla xjalaluhu. Vëllezër të nderuar, për fund lutim Zotin e madhrueshëm që ibadetet tona, adhurimet tona, agjerimin ton, haxhit që kanë shkuar qabe haxhin e tyre, Zoti na u pranoj. Inshallah Zoti që na ka bashkuar në këtë vend, inshallah Zoti na bashkon në xhenetet e tij. Vëllezër të nderuar, mos harroni se kjo botë është e shkurtër. Sot jemi, sot nuk jemi, sot jemi, nesër nuk jemi. Prandaj secili të shiqoj veten e tij se çka ka përgatit për nesër, para se të vijë nesër, dhe ne nuk do të kemi mundësi me ndryshu. Sot e kemi mundësinë se sot ne i shkruajmë veprat tona, ne i bojmë veprat tona, ne e shkruajmë librin e jetës tonë. Kemi mundësinë që të bojmë ndryshime, kemi mundësinë që të pendohemi për nes përqimet tona, dhe kur nuk është vonë më kthym rrugën e Zotit madhrueshëm. Sot është kjo mundësia jona, nesër do të vijë dita kur prej këtij libri që kemi shkruar, kemi mundësi me lexu, po nuk kemi mundësi asgjë me ndryshu. Zoti na fal gjunohet dhe mëkatet, ashtu që na ka bashkuar në këtë vend, na bashkon në xhenetin me pejgamberët, me dëshmorët, me të sinqertit, me njerëzit e mirë. Për fund vëllezër ndershëm, falenderojmë pronarin Burim Geci, pronarin e fushës që na ka mundsuar që këtu ta falim Kurban Bayramin, po ashtu falenderojmë edhe pronarin e zërimit Shpend Dushtakun dhe gjithë juve që keni ardhur në këtë vend. Tash është koha të nderuar vëllezër për faljen e namazit të Kurban Bayramit. Unë pa humbur kohë